Ndryshimi i shpeshtë i temperaturave në muajin prill nuk po dëmton vetëm bujqësinë, por edhe bletarinë. Ata që merren me bletët thonë se ulja e ndjeshme e temperaturave ditët e fundit në një kohë që ai është e gati të shtohet, shkakton dëme në këtë sektor. Vllazimi Ftari nga Dobrova e Peshkopis shpreh se dëmi mund të jetë i madh nga këto ndryshime klimatike të befta në këtë periudhë që bletët duhet të dalin në kullot. Ky vit është një vit, priteshte si vit i mbar, po ndryshimi i temperaturave di kohët e fundit është shumë problem se i ka gjetë bletët në një fazë që ka nis pjelljen edhe i shpërndar komplet tuvza dhe me thënë të drejtën ka një dam shumë të madh. Herën e parë u bë një dam kolosal. Nga ana tjetër, bletari thotë se problem mbetet edhe preparatet e spërkatjes së pemëve frutore kur janë në lulëzim. Sipas tij, kjo po dëmton rënd bletarinë pasi nuk ka kontrollin e duhur nga ana e institucioneve përgjegjëse. Këta pak fermerë që kanë ngel në zonë, marrin ca preparate që janë të damshme me bletët, akoma sheten, edhe këtë kemi problemin akoma më të madh neve. Një tjetër shqetësim që ngre bletari Lazimi Ftari është edhe subvencioni që merret për bletët. Dëmtimi që pësojnë bletarët në vendin tonë nga faktorë të ndryshëm nuk merret parasysh nga shteti. Ndryshe nga vendet fqinj si Maqedonia e Veriut ku nëse dëmtohet një koshere, shteti jep 325 euro subvencion. Apeli i bletarëve ndaj shtetit është rritja e mbështetjes për këtë sektor.